si do të sillesh dhe si do të reagoni, çka do të hiqni nga pjesa sidomos nga pjesa e asociacionit. Me që jemi fokusuar më tepër këtu. Dhe duke pas gjithmonë parasysh relatën tonë në raport me shtetet e mëdha, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shtetet tjera të Bashkimit Evropian, sepse mendoj që ndani me mua mendimin që Kosova është edhe përgjithësi e bashkët, edhe është një përgjithësi ndërkombëtare. Është, po mos harroni gjë, është raporti i argumenteve, raporti i forcave, jo i forcës luftarake, po i forcës argumentit që dominon. Po të isha unë kryetar qeverie, nuk i kisha fare puna Kosovës dhe i këtu. Ne do të ishim dukshëm në rrethana tjera në pozicion tjetër, kredibil si vend. Po me një kryetar qeverie, çfarë e kem sot, me një koalicion qeverisë çfarë e kem sot, e kem sjell Kosovën ku është. Nuk pajtoj, nuk kisha vendos kur që Kosova është mja legitimu, se një dobësit menshme kem, po mja legitimu fatin e vesh ka skeq me nënshkrime që ka bo Zoti Mustafa. Në asnjë variant, kur, mi këtë dhejmë, në këtë jetë jo.